Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka reaguar ashpër ndaj disa zyrtarëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët sipas tij po i etiketojnë ish luftëtarët e UÇK-s si të lidhur me listën serbe. Haradinaj deklaroi se këto akuza janë të papranueshme, duke rikujtuar sakrificën e tij dhe të familjes së tij gjatë luftës. Moni more se ju vran Zoti, ende i kam plagë në trup e më than mu je me listën serbe. Ka thënë ai për TV Arbëria. Ai shtoi se në kohën kur ai dhe bashkëluftëtarët po luftonin kundër forcave serbe, sot akuzuesit ishin në anën tjetër. Ai që ka kthyer pushkën Miloševićit, ai që ka bërë ushtrinë e Kosovës, e ju i thuni me listën serbe, po ata të vetëvendosjes vet janë me ta, tha Haradinaj. Haradinaj ka kujtuar humbjet personale dhe kohën e kaluar në Hag. Paramendoni 2 vëllezën të vrarë, me të 2 kam qenë kur jam vrarë, 4 vjet në burgjet të Hagës e gjithë jetën në shërbim të këtij vendi, e këta të thonë je me listën serbe, u shpreh ndër të tjera Haradinaj. Kryetari Drenasi të Ramiz Ladrovci ka reaguar pas deklaratës së kryetarit të PDK-s Bedri Hamza, i cili ditën e premte deklaroi se s'ka ndonjë vendim në PDK që thotë se Ramiz Ladrovci është përjashtuar nga PDK-ja. Ladrovci në reagimin e tij ka shkruar se uniteti është kushti fitores për ta ndryshuar gjendjen e Kosovës. Përkundër deklarimeve të mia të qarta si rrezja e diellit, mjekulla rreth Drenasit nuk po hiqet. Për fat të keq nga disa eksponent, gjendja po promovohet normal dhe disfata po paraqitet fitore. Mësimi nga Drenasi siç shihet nuk pati efekt. Reflektimet në opinion nga ndonjë eksponent i lodh me ligjërata Koti apo nga zoti Hamza, që synon të barazojë shkakun dhe pasojën. Kjo nuk është rruga për ta fuqizuar partinë as degën. Uniteti është zotimi i përkushtimit për qëllime më të larta se fati i një dege apo individi. Uniteti është kushti fitores për ta ndryshuar gjendjen e Kosovës, e cila qëndron mbi çdo sakrificë tonën, ka shkruar Ladrovci në Facebook. Ai dutje shtoi se situata në PDK kërkon ridefinim të qasjes dhe metodave të veprimit politik dhe organizativ. Kjo mund të bëhet duke u shërbyer me gjuhën e fitimtarëve me vizion, pa kushte dhe pa hile. Shkurt pamësia politike do largohet nga politika krijuar nga heroin tanë të luftës dhe paqes, duke përfaqësuar breza të tërë me përkushtim adetar për Kosovën dhe shtet me vlera euroatlantike, theksoi mes të tjerash ai. Ndër të tjera, Ladrovci deklaron se keqbërësit e bedelat politik do të mbesin shenjë dalluese e partisë shtet formuese dhe shtet ndërtuese.